Tragjedi. Në këtë vend, 28 vjeçarja humbi jetën, u qellua nga një ngjarje e rëndë ka tronditur Brazilin, pasi një 28 vjeçare humbi jetën nga një plumb qorr gjatë një përleshjeje mes bandave rivale në Rio de Janeiro. Vdekja e Barbara Elisa Jabeta Borges ka shkaktuar trishtim të madh në vend, vetëm pak ditë pas një operacioni masiv të autoriteteve në favelat e qytetit, ku u raportua se të paktën 100 persona u vranë. Barbara, e cila punonte si punojse banku dhe blogere, udhëtimesh ndodhej në sediljen e pasme të një taksie kur antar të bandave filluan të qellonin pranë urrës Fundao në Rio de Janeiro. Sipas drejtuesit të taksisë, të shtënat u dëgjuan teksa po kalonin në zonë dhe Barbara u godit në kokë. Ajo u transportua me urgjencë në spitalin Geral de Boncuceso, por fatkeqësisht mjekët nuk arritën ta shpëtonin. Policia që mbërriti në vendngjarje konfiskoi një pushk karikator dhe fishek. Dëgjova një zhurmë të fortë, u përkula përpara dhe i thash të futej poshtë. Më pas kuptova se ishte qelluar, isha i dëshpëruar. Ajo nxirrte disa tinguj duke u përpjekur të merrte frymë. Në atë moment doja vetëm t'i shpëtoja jetën. Pak më vonë pash një patrull policie dhe ata më ndihmuan ta çoja në spital. Kishte aq shumë të shtëna sa mendova se kishin hedhur bombë në makinën time, tregoi shoferi. Sipas policisë, të shtënat ndodhen gjatë një përplasje të dhunshme mes bandave rivale kriminale. Një banor lokal i drejtoi një mesazh bashkëshortit të Barbarës. E di që nuk ka fjalë për të përshkruar dhimbjen që po ndjen, por nga zemra ime i lutem Zotit të jap forcë për ta përballuar këtë humbje. I fort, miku im, po lutem për ty. Edhe mikja e saj, Fernanda Vicencio, ndau një mesazh prekës. Mikesha ime, të telefonova e dëshpëruar, u përpoqja të marr sërish, doja të dëgjoja zërin tënd, doja të ishte një makth prej të cilit do po zgjohesha, do të dua për jetë. Vetëm disa orë para vdekjes së saj, Barbara kishte ndarë me ndjekësit një mesazh prekës, duke i këshilluar të kujdesen për ata që i duan, duke theksuar se njerëzit nuk mund të zëvendësohen.